Është vërtet që shënohet si ngjarje, nuk e përmendin shumë libra. Rrallë janë ato libra që përmendin tërmetin e Medinës për të vetmin arsye se nuk ka pas pasoja, nuk ka pas viktima, nuk ka pas shkatrime. Ka qenë dridhje e tokës, po lind pyetje. Po pse është shënuar? Është shënuar sepse edhe kjo futet tek dukuritë natyrore. Dukuritë natyrore me fjalë që lidhen me tokën. Në atë vend ku krijua apastafat posaçërisht për njerëzit dhe njerëzit do të jetojnë aty dhe një shkundje e kësaj toke apo vendit ku jeton një popull, nuk është kusht e gjithë bota, është një rikujtim për vetveten e tyre që ju njerëz jeni të dobët. Ju njerëz jeni të pafuqishëm. I fuqishëm është vetëm Allahu, i plot fuqishëm është vetëm Zoti që ju krijoi. Pra Zoti çon her pas here dridhje, shkundje, lëkundje të tokës për të tërhequr vëmendjen. Ashtu sikur nga urtësitë e eklipsit të diellit dhe të hënës, që ne nuk e përmendëm, është te dukuritë natyrore, pikërisht kjo, tërheq vëmendjen. Kujdesni o njerëz. Kjo është rruga e Allahut xhelle xhelalu, ndiqni rrugën e Zotit. Pra nuk ka pasur viktima, nuk ka pasur dëme të konsiderueshme, madje nuk shënohen as edhe dëme të pakonsiderueshme. Por vetëm një dridhje. Pse? Sepse muslimanët një dridhje të tokës e lidhin drejt për drejt me Zotin. Ne e dim shumë mirë që dridhjet sismike, për shembull, dietarët e fushës, ato e thonë, shiko, kjo zonë është sismike, kjo zonë nuk është sismike, kjo që është sismike është për rrjedhoj që 1, 2, 3, 4, 5 arsyeve që lidhen me fjalë me pozicionin e vendit, pozicionin e tokës, për brenda me fjalë lëvizjet e tyre, edhe kështu dhe normal që her pas here do në rregull, jam plotësisht dakord, po kush e bëri këtë zonë sismike dhe këtë zonë jo sismike? Kush e bëri që ky tërmet të jetë kaq i fortë dhe ky tërmet mos jetë kaq i fortë? Kush e bëri që njerëzit e dinë që kjo është zonë sismike edhe megjithatë i kanë ndërtuar vendet e tyre aty duke menduar se edhe nëse ka dëme nuk janë aq të mëdha, ndërkohë ka ndodhur tërmete që e ka rrafshuar të gjithë qytetin. Pra ka ardhur dënim nga Allahu i Madhërisëm. Kush e bëri që këto zona sismike të hapet toka dhe të zhyten dhe të futen dhe të fundosen, domethënë njerëzit bashkë me banesat e tyre? Dhe të fundosen apo kodrina, domethënë të zhvendosen nga vendi i tyre. Kush e bëri këto tërmete që të jenë në syrin e shumë prej njerëzve vërtet gjëra të llahtarshme, të fatkeqësimi fjalë të mëdha, si sprova të drejtë për drejtë, por edhe në shumë raste dënime që i çon Allahu subhanahu wa taala. Janë prej Zotit. Duke qenë se janë prej Zotit, atëherë gjithmonë besimtari, qofshin ato dridhje dhe lëkundje të vogla, me dëme të pakonsiderueshme ose me dëme të konsiderueshme deri dhe në fatkeqësi të mëdha, të gjitha muslimani i shikon domethënë si një shenjë që i çon Allahu subhanahu wa taala. Mund të vijë një dridhje si paralajmërim. Mund të vijë një dridhje si përkujtim. Mund të vijë një dridhje thjesht si një domethënë një tërheqje e vëmendjes. Kujdesni o njerëz, pastaj mund të shtohet, pastaj mund ta shkund mirë, por mund të ketë edhe dëme, mund të ketë edhe fatkeqësi, mund të ketë edhe me zhdukje masive të një fshati, të një qyteti, të një vendi, ndoshta edhe të një populli. Prandaj, edhe pse s'ka pasur dëme të konsiderueshme, muslimani menjëherë i kthehet Zotit. Andaj dhe në surën Zelzele, që ka ardhur me fjalë idha zulzilatil ardu zilzalaha, e kur dridhet toka me dridhjen e saj, e ka për dridhjen e kiametit. Pse ka ardhur një sure e vetme, ndërkohë që kiameti është përmendur në Kur'an në shumë forma, në plot ajete, në disa sure, nuk është një herë të vetme dhe u kry kjo çështje. Është përmendur pastaj edhe një sure të veçantë, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kur toka të dridhen përfundimtare të madhe, shkatruese, kur t'ja behi kiameti, edhe toka, thot Allahu i Madhërisëm, do të nxjerrë gjithçka që ka pasur brenda. Pra, gjithçka që ka pasur në brendësinë e saj, do t'i nxjerrë jashtë, që tregon sa e madhe është kjo çështja e kiametit. Atëherë, të gjithë dridhjet e vogla nuk janë gjë tjetër vetëm se shenjë për dridhjen e madhe. Nuk janë gjë tjetër vetëm se përkujtim. Nuk janë gjë tjetër vetëm se nxitje e njerëzve të kthehen tek Zoti i tyre, tek ai i cili i krijoi dukuritë natyrore, tek ai i cili lidhet çdo gjë. Nuk ndodh asgjë në këtë univers vetëm se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj dhe muslimani është i ndjeshëm në këtë çështje dhe i shënon, qofshin ato tërmete të vogla apo të mëdha, i shënon që të gjitha.